واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allahun e madhreshëm e falenderojmë, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, salat dhe selam i dërgojmë. Dërun vëllezër, jemi sot në ligjëratën e 14 që ka të bëjë me komentimin e surës Kehf. Fillim kur kemi filluar sqarimin e surës Kehf, kemi treguar edhe arsyeën se pse e kemi përzgjedh këtë sure. Dhe kemi thënë e kemi përzgjedh këtë sure me komentu për arsye se në këtë sure gjenden sprovat më të mëdha dhe më të rrezikshme me të cilat mund të goditet besimtari në këtë botë. Prandaj duhet të marrim disa informacione rreth këtyre sprovave dhe ta mësojmë se si duhet të jetë raporti jon ndaj këtyre sprovave në mënyrë që të shpëtojmë edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Në fillim, Allahu ka folur për sprovën e fesë dhe këtë e kemi treguar duke e sqaruar tregimin e djelmoshave të shpellës. Dhe nga sot, duke filluar nga ajeti i 32, Allahu fillon me sqaruar sprovën e pasurisë. Dhe këtë sqarim e bën duke e treguar një tregim në formë të një shembulli. Pra Allahu i Madhreshëm ka disa mënyra me anë të secilave në Kur'an na jep informacione dhe dobi. Dhe njëra prej këtyre është në bazë të shembujve. Pra Allahu për të na bërë sa më të qartë atë që dëshiron me përçu tek ne, Allahu sjell shembuj në Kur'anin famlar. Thot Allahu i Madhreshëm në Kur'an: "Wadrib lahum mathala ar-rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab." Pra pasi që në ligjëratën e kaluar treguam se si do të jetë gjendja e pabesimtarit në botën tjetër dhe një pjesë të ndëshkimit që Allahu e përmeni në këtë sure, që do ta meritoj në botën tjetër pabesimtari, dhe tregoj edhe gjendjen e besimtarit që do ta ketë në botën tjetër dhe një pjesë të shpërblimit që do ta gëzoj ai në botën tjetër. Tash Allah i Madhreshëm po na tregon gjendjen e besimtarit dhe të pabesimtarit në këtë botë, në qoftë se Allahu i ka sprovu qoftë me pasuri apo qoftë me varfëri. Nga se ne e dim se edhe pasuria, por edhe varfëria janë pjesë e sprovave të kësaj bote. Nga se alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu në surën Mulk çka ka thonë? Ka thonë e ka kriju jetën dhe vdekjen për të na sprovuar se cili prej neve është më vepërmirë. Do thotë tër jeta ose nëse je i begatum, ose i sprovum, pra jenë sprov. I pasri është në sprov me të varfrin, i varfri është sprov me të pasën e kështu me radhë. Allahu po na sjell një shembull duke tregu për gjendjen e pabesimtarit që Allahu i ka dhënë pasuri në këtë botë, mirë po e ka varfru me iman dhe pabesim. Pra një njeri që ka pasuri, por nuk e ka imanin, ai te Zoti është i varfër. Për këtë, në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam kemi treguar në ligjëratat e kaluara se erdhën disa mushrik pabesimtar te pejgamberi alayhis salatu wasalam për t'i thënë që në qoftë se dëshiron me ndëgju ose edhe më bën besimtar më të pasu, largoj njerëzit e varfër nga ndeja, nga ai mexhles që ti je duke i sqaruar për fe. E në qoftë se ato i largon, ne prezantojmë, por ndryshe nuk prezantojmë, nga se ato nuk janë të nivelit tonë. Do të thotë, statusi i tyre shoqëror matej me pasuri. E Allahu përmes këtij shembulli po na tregon realitetin se me çka matet njëri tek Allahu i Madhreshëm. E pejgamberit alayhis salam po i drejtohet Allahu me këtë fjalë: "Wadrib lahum mathala ar-rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn." Po thot, jepja shembullin, tregoja shembullin e dy personave, të cilët njënit prej tyre
pabesimtarit, Allahu i kishte dhënë pasuri duke ia zotëruar 2 kopshte, 2 bahçe. Dikush mund të më thonë, po e dhoni kam 2 bahçe ose 3 bahçe e kështu me radhë. Mirë, po Allahu tash po na tregon cilësitë që i kishin këto 2 kopshte, këto 2 bahçe, për të na treguar se çfarë pasuri e marramense i kishte dhënë këtij personi çysh në atë kohë. Duke thënë min a'nab, jannatayn min a'nab. I kishte 2 bahçe, mirë, po këto bahçe, domethënë shumicën e pemëve të tij e kishte vreshta, domethënë rrosh. Wa hafafnahuma bi nakhl. Dërsa ishte i rrethum, pra këto 2 bahçe ishin të rrethum me pemë të hurmës, pra rrushi dhe hurma prej pemëve më të dobishme dhe më të mira që mund të gëzoj njeriu në këtë botë. Për këtë Allahu pikërisht edhe këto dy pemë i ka përmend që do të jenë në xhenet. Waja'alna bainahuma zar'a. Dërsa mes tyre Allahu kishte bërë që të ketë drithra. Pra Allahu po i përshkruan këto 2 bahçe me 3 cilësi. E para me vreshta, me pemë të hurme që ishte në rrethum dhe që kishte në mesin e tyre edhe drithra. Mirë, po është interesant, Allahu këtu po thot ja'alna li ahadihima, pra po thot wa hafafnahuma wa ja'alna, pra 3 herë po e përdor shprehjen na ja kemi bë, na ja kemi rrethu me pemë të hurme kështu me radhë, për të na tregu se çdo sen që e zotërojmë në këtë botë është se Allahu ta ka dhënë, jo pse ti e ke merituar. Jo pse ti e ke arrit me mundin tanë. Allahu për këtë arsye na ka tregu do të thotë edhe tregimin e Karunit që ka qenë prej njerëzve më të pasur. Vetëm qelësat e depove që i zotronte duheshin disa persona për t'i mbartur. Çka ka thënë Karuni? Ka thënë inma utituhu ala ilmin indi. Do thotë këta që po e zotroj e ku ma arrit me mençurinë time, me diturinë time, jo pse ma ka dhënë Allahu. E Allah po do me na tregu në këtë ajet që çdo sen që ka ne e gëzojmë është si pasojë se Allahu na ka dhënë, jo pse ne e kemi arrit. Për këtë arsye nderuar vëllezër, çdo sen që ka e zotrojmë, pikëspari duhet me adresu Allahut. Pra, elhamdulillah e kam këtë dije se ma ka dhënë Allahu. Elhamdulillah e kam këtë pasuri që e gëzoj është si pasojë që më ka begatu Zoti me ta, pastaj prej mundit tem. Këtë sukses që e kam arrit në shkollë e kam se Zoti ma ka dhënë, pastaj edhe me mundin tim. Do të thotë çdo herë, çdo begati, mirësi që e gëzojmë, do të me adresu Allahut të Madhreshëm, pastaj edhe mundit ton. Për këtë tregohet një ngjarje të një djaloshi, i cili ishte aq i dhënt mas fesë, aq i dhënt mas adhurimeve, saqë njerëzit e merrnin për shembull kur dëshironin me tregu për ndonjë njerëz të mirë. Pra bënte gara me të tjerët për vepra të mira. Mirë, për një ditë prej ditësh këtë udhëzim, këtë mirësi që Allah ja kishte dhënë, ja adresoi vetes së tij, duke i thënë unë kam arrit, jo pse Zoti më ka dhënë. E Allahu ja ndryshoi gjendjen e tij duke u bërë shembull për keq. Pra ashtu para një kohë që u merrte shembull për mirë, filloi më marr shembull për keq dhe filloi me bë gara për punë të këqija. Ne kemi thënë kur kemi treguar 2 arsyet sepse Allahu ta merr udhëzimin, do të thonë pasi që të ka begatuar me ta, është pikërisht në qoftë se nuk din me falendëru Zotin për këtë begati që ta ka dhënë, ose në qoftë se i përqesh ata të cilët nuk janë të udhëzuar. Prandaj, në qoftë se dëshiron me pas qëndrueshme çat begati që Zoti ta ka dhënë dhe më të gjinë nesër ditën e gjykimit, duhet spari që me adresu Allahut, elhamdulillah, Allahu më ka begatuar, pastaj me mundin tim jam bërë sebeb që me përfitu. E Allahu pastaj po vazhdon prap me tregu rreth cilësive të këtyre 2 bashkëve që i zotronte pabesimtarin në këtë botë, duke thënë kiltel jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a. Pra këto 2 bashkë që i kishte ky pabesimtari çdo herë kishin fruta. Pra çdo herë ishin me fruta dhe asgjë nuk paksonte prej këtyre frutave. Pra secili frut që gjindej, secila pemë që gjindej në këto 2 bashkë sjellte do të thotë fruta. Ishte profitabile. Pra do të thotë asnjë prej këtyre pemëve, prej këtyre që gjindej në bashkën e këtij pabesimtari nuk ishte domethënë jo profitabile. Çdo sen që gjindej në këto 2 kopshte, pra sjellte diçka dhe kishte dobi ky person prej këtyre 2 kopshte. Po ashtu po thotë Allah, wa fajjarna khilalahuma nahara. Po ashtu këto 2 bashkë e kishin edhe lumin që prej tyre domethënë u iteshin, që në atë kohë ishte prej gjërave elementare dhe kryesore në qoftë se gjindej edhe lumi afër. Pastaj Allahu po thot prap, wa kana lahu thamarun.
Pra ky personi, ky pabesimtari ka pas pasuri, ka pas të ardhra shumë. Faqala li sahibi, i tha shokut të tij tash, tu debatu me shokun e tij besimtar. Pra hynën në kopshtet e këtij personi dhe ai duke e këshillu që të ketë frikë Allahut, ta njësoj Allahun e madhreshëm, ta adhuroj Allahun, ta falenderoj Allahun, çka i tha kë? Wa huwa yuhawiru, duke diskutuar me ta, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara. Unë jam më i pasur se ti. Unë kam pasuri më shumë se ti dhe kam krah më shumë se ti, më të fortë se ti. Domethënë kam njerëz të cilët më qëndrojnë mbrapa, posa të kam nevojë për diçka, ata më gjenden, ata më ndihmojnë. Kam evlad më shumë, e kam tafër më shumë, e kam ndihmë nga njerëzit më shumë se sa ti. Çka po më fol ti? Do thotë, këto çka përfitojmë? Përfitojmë se njeri i dunjas, njeri që nuk e mendon ahiretin, ai krenohet para të tjerëve me pasuri. Krenohet para të tjerëve me pushtet, krenohet para të tjerëve me gjanat e kësaj bote, ndërsa besimtari çka intereson dhe me çka krenohet para të tjerëve, jo për t'u lavdëruar, për t'ia treguar, domethënë pozitën dhe vlerën që ka te Zoti, ai krenohet me namaz, krenohet me lexim të Kuranit e kështu me radhë, si shenjë për ta falendëruar Allahun dhe jo asesi për të bërë mendje madh. Siç bani ky person që u krenohej para besimtarit se un kam pasuri më shumë se ti dhe un kam evlad dhe kështu me radhë më shumë se sa te, prandaj mos më fal ti dhe mos më këshillon. Po ashtu Allah pastaj po thot, çka po thot? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Pra ky personi, pa besimtari hymnin kopshtin e tij. Dhe ky ishte zullumçar ndaj vetes së tij. Qysh zullumçar ndaj vetes së tij kur ky zotronte pasuri? Kishte pasuri të majme, shumë të madhe. Mirë po njeriu në këtë botë nderon vllazën. Njeriu në këtë botë, sado që të ketë pasuri, sado që të ketë bukuri, sado që të ketë pushtet, sado që të ketë fëmijë, në qoftë se nuk e beson Zotin, ai është zullumçari më i madh tek Allah. Allah ka thënë inna shirke la dhulmun adhim. Zullumi më i madh, padrejtësia më e madhe është në qoftë se nuk e beson Zotin. E ky person nuk e beson te Zotin. Prandaj ishte prej zullumçarëve më të mëdhenj që i bani vetë zullum. Pra asëse mos mendo që ti kur ta ofendosh dikan këtë botë, kur ta nënçmosh dikan këtë botë, ati të bën zullum. Ja, se ndoshta çka padrejtësi po themi që je duke ja bën atij, bëhet sebeb që ata më shpërblim me xhenet, botën tjetër. Mirë po ti, para se me dëmtu tjetrin, je duke i bë padrejtësi dhe zullum vetes tande, nga se në botën tjetër ç'kjo ka me të hak mirë, e dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Zullumi është errësirë në botën tjetër. Prandaj deri vllazën ky person i bani padrejtësi vetes së tij duke i shqiptuar ja 3 fjalë që janë shumë të rrezikshme. Çka tha? Kur hyrin në kopshtin e tij. Tha: Ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Tha ç't kopsht që po e zotroj, ç't bukurit që ka qenë shumë kopsht i mirë, vetëm me shikut ka kënaq. Ka thonë nuk besoj që kam marrë fundin ndonjëherë. Mashtrimi që ja ban pasuria njerëzve në këtë botë. Pra njeriu i pasur që nuk e beson Zotin mendon që kur nuk ka me vdek, edhe pse vazhdimisht i përcjell të afërmit e tij për botën tjetër. Mirë po aq shumë e ka mashtruar pasuria saqë mendon se kur më nuk ka me vdek. Siç bani ky person, tha unë nuk besoj që ti kam marrë fundi. Pastaj çka tha? Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima. Dhe nuk besoj, nuk ma merr mendja që ka me pas botë tjetër. Ka me ndodh kiameti, ka me pas fund llogaridhënie xhenet e xhenem. Mirë po çka tha? Wa la in raditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Mirë po tha në qoftë se ka xhenet dhe xhenem, ka botë tjetër, shumë besoj që Zoti në atë botë ka më dhënë më shumë se sa këtë botë. Pra mas që më ka dhënë këtë botë, më ka dhënë se ku meritu, jam njeri mirë. Jam njeri mirë, se nuk më kishë dhënë. Andaj, mas që më ka dhënë këtë botë, nëse ka botë tjetër, atëherë aty ka me pas shumë më mirë se sa në këtë botë. Dhe nuk vllazën, këto vetëm një rregull do të më majt mend shumë mirë. Në qoftë se Allahu të ka dhënë shumë pasuri, të ka begatuar me shumë gjëra, mos mendo që është duke dashur. Shumë prej njerëzve në të kaluarën, prej popujve që kanë jetuar para kohës së pejgamberit alayhis salatu wassalam, Allahu pikërisht pasurinë ja ka dhënë për të shkatruar edhe më shumë. Allahu i madhreshëm deri vllazën ka thënë ajetin kuranore. Ka thonë ajetin kuranore, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alejhim abwaaba kulli shay. Falamma nasu ma dhukiru bihi.
Pra kur ata e harrun Allahun, i harrun porositë e Allahut, çka bën Allah? Fatahna alehim abwaaba kulli shay. Ja hapum dyert e kësaj bote. Krejt dyert e kësaj bote ja hapum. Hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Pra japum pasuri, ja hapum dyert e kësaj bote duke e harru komplet ahiretin. Atëherë Allahu i mor ata i goditin befasi, duke dalë prej kësaj bote zullumqar më të mëdhej, duke mos e besu Zotin. Pra nga njëherë Allahu t'i jep sa ma shumë për me çkatru edhe ma shumë botën tjetër. Prandaj në qoftë se dëshiron me ditë se pasuria apo varfëria a është më të shkatru apo më të bën dobi në botën tjetër, shikoje se si po ndikon ajo në jetën tonë. Apo ndikon pasuria më të afru tek Zoti apo më të largu prej tij. Në qoftë se je ka një varfër, ka dhënë Allahu pasuri dhe kjo pasuri po të largon prej Zotit, dije se Allahu është duke dashur përmes kësaj pasurie më të shkatru. Mirë, po në qoftë se ka dhënë pasuri dhe kjo është duke të bërë shumë më falëndërues ndaj Zotit, më afër tij, Allahu përmes kësaj pasurie është duke dashur më të begatu edhe më të rrit gradat në botën tjetër. Po ashtu edhe nga ana tjetër, në qoftë se Allahu të ka dhënë varfëri dhe kjo varfëri bëhet shkak që ti më u kthy Allahut, Allahu është duke dashur. Edhe në qoftë se je njeriu më i varfër në këtë botë. Nga se varfëria e kësaj bote me varfërinë e xhenemit nuk llogaritet. Çdo fatkeqësi e kësaj bote, çdo fatkeqësi e kësaj bote, vetëm me përjetimet e vdekjes nuk krahasohet. Vetëm me përjetimet e vdekjes, e lëre më me ato që do të jenë pas vdekjes. Prandaj duhet të bëhemi durimtar, në qoftë se Allahu na ka sprovuar me varfëri, të bëhemi durimtar. E në qoftë se Allahu na ka sprovuar me pasuri, të bëhemi durimtar duke e falëndëruar Zotin për pasurinë që na ka dhënë dhe duke e shpenzuar atë në atë që Allahu i Madhreshëm është i kënaqur me të, nga se pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka lajmëruar duke na thënë që nuk do të lëviz këmba e njeriu në botën tjetër derisa të pyetet për disa gjëra. E dy prej tyre, pasurinë se si e ka fituar dhe ku e ka shpenzuar. Prandaj nderuam vëllezër, në qoftë se Allah të ka begatu me pasuri, falënderoj Allahun duke dhënë prej kësaj pasurie. Në qoftë se Allahu të ka sprovuar me varfëri, bëhu durimtar duke folur çdo herë fjalë të cilat e kënaqin Allahut. Mos lejo që varfëria të bën të keq me Zotin. Mos lejo që të hekesh edhe në këtë botë, po të hekesh edhe në botën tjetër. Pra në qoftë se në këtë botë ke hjek, dije se në momentin që do të futesh në xhenet, të gjitha përjetimet e këqija do të largohen. Siç na ka treguar pejgamberi alayhis salatu wasallam në një hadith dhe me këtë po e përfundoj. Do të cilët në botën tjetër njeriu më i begatuar në këtë botë. Do të futet në xhehenem ghamsa, ka ardhur shprehje në hadith. Vetëm do të futet sa çelem shelsyt në xhehenem dhe do të pyetet a je kënaqur ndonjëherë? A ke shiu ndonjë begati ndonjëherë? Do thotë korr o Zot. Korr. Do të cilët njeriu më i përvujtur në këtë botë, por çka ka qenë besimtar, e ka besuar Zotin. Do të futet në xhenet vetëm sa çelem shelsyt. Një moment. Dhe do të pyetet. A ke vujt ndonjëherë? A ke hek ndonjëherë? A ke pas nevojë për diçka ndonjëherë? Thotë korr o Zot. Pra vetëm hyrja në xhenet sa një moment e bëri që të harroj krejt përjetimet e këqija që i ka pas këtë botë. Po ashtu vetëm hyrja në xhehenem sa një moment, sa çelem shelsyt e bani që më harru të gjitha kënaqësitë që i ka përjetuar në këtë botë. Prandaj bëhuni durimtar, falënderoni Allahun dhe lutni Allahut të Madhreshëm që të na hapë portat qellore në botën tjetër dhe të na shpërblej me xhenetul firdaus. Aqulu ma sami'tu wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.